Në këtë shtëpi ka jetuar për afro 4 dekada. Mirë po qëndrimi këtu Bedri Zogaj nga fshati Zajm po i rrezikohet. Kjo për shkak se dikush ka nisur t'i përkthejë një pjesë të tokave në Zajm në emër të tij. Na kena kuptu me 25 vjetur, përmes një kujshies të që na ka kallëzu se janë të përkthy do pronat. Edhe tani na kur kena këshyr e kish përkthy një pjesë të. Po edhe këtë pjesën tjetër e konë procedurë për kthimit krejt. Këto prona banorët thonë se 10 vite më parë u ablen serbëve. Që 6 vjet kur se shaj për jem, kajtë mahala jem, që 6 vjet këtu, kajtë mahala jem, e din dhe jonja se këna blem pej serbe. Për këto prona, banorët deklarojnë se janë në procese gjyqësore në mënyrë që ato t'i vendosin në pronësinë e tyre. Londën e kemi prej 2019-s. Jem të prit, me shku mi pyet në gjykatu, krenuën, thojnë edhe 30 milion janë para juve, ju do të me prit. Vetë fakti 30 milion, do me thonë se këta s'janë të punu. Londën konë gjykat, prej 2015-s, 2017-s, tash të qështë i kanë qënë rënë. Londën në për gjykata, pra kjo personi kam rrimi për këthy për ofër dikun 1 muj ditë. I ka për këthy pruna. 13 pruna i ka qitë në mëndvetin, që a deklarua vetë, 30 pruna dikun i konë procedurë. Televizioni nuk ja ka dalur gjatë javës që të kontaktoj me Muharrem Berishën, i cili po akuzohet nga banorët se po i përvetëson pronat. Me problematikën janë të informuar edhe në komunën e Klinës. Sa i përket situatës në fjalë, bëhet fjalë për prona private, të cilat sipas dokumentacionit zyrtare janë mbartur tek një person i tretë përmes kontratës së shitblerjes dhe regjistrimit në organet kompetente kadastrale. Në këtë rast kemi të bëjmë me marrëdhënie juridiko-pronësore private ndërmjet palëve. Drejtoria jon nuk ka kompetencë ligjore për të ndërmjetësuar apo ndërhyrë në konteste pronësore ndërmjet palëve private. Televizioni ka tentuar të marrë një përgjigje për këtë çështje dhe nga gjykata themelore e PE-s, por deri në momentin e publikimit të kronikës nuk ka pranuar përgjigje.